E patë se sa i trëmbur ishte Edi Rama sot, e pra besoheni, sepse njerëzit, kur shtiren, bëjnë si kur janë mirë, nuk bëjnë si kur janë keq, nuk bëjnë si kur kanë frikë, nuk bëjnë si kur janë të tmerruar. Sot Edi Rama ka mbajtur fjalimin e tij më të sinqert të karrierës tij politike. Pse? Sepse është i trembur. Pse? Sepse po e shikon tokën t'i hapet nën këmbë. Pse? Sepse e shikon që anija e tij që po mbytet shpejt mund të zbrazet nga mijët që e ndjejnë shpejt tërmetin, stuhin, fatkeqësitë natyrore. Domethënë Edi Rama po përpiqet të shtrëngojë radhat e forcës tij politike në një situatë që nuk është e kollajshme. Ka përballë gjithë shqiptarët paga shumë, ka përballë faktorin ndërkombëtar, ka përballë opinionin publik botëror tashmë, sepse protesta në Tiranë, çështjen e Zvërnecit, të çështje korruptive ka bërë një çështje botërore, dhe kjo është pika që derdh gotën, dhe këtu tani fokusi bie mbi të gjitha aferat korruptive të kryeministrit shqiptar. Jemi në një situatë, domethënë, unë do thoja në një kryqëzim historik, kur historia, domethënë rrjedha e historisë shqiptare mund të shkojë në një krah siç mund të shkojë në krahun tjetër. Edi Rama sot doli t'ju fliste shqiptarëve, por në fakt fjala e tij drejtohej më së shumti drejt partisë tij politike, të kujton filmin e Denzel Washington, Training Day, ku ky aktor i talentuar i Hollywoodit luan rolin e një policit korruptuar, dhe ku në fund filmit, ku është i marrë fund, ku nuk ka më të ardhme, ku çdo gjë i është rënuar, ai megjithatë bën një përpjekje të fundit për t'ju treguar lagjes, komunitetit se kush është bossi i vërtet, se ai i ka akoma gjërat në kontroll dhe ai akoma do dita përballoj dhe këtë vështirësi që i ka ndodhur. I njëjti ishte Edi Rama sot, që del dhe bërtet, siç ata njerëz që bërtasin më shumë atëherë kur kanë frikë më shumë, doli, gjoja t'i fliste grupit t'i parlamentar, po në fakt ai donte t'i fliste gjithë shqiptarëve, për t'i dhënë mesazhin shqiptarëve, po dhe të tive, se ai ka akoma gjërat në kontroll, se ai është akoma bossi që vendos, ndërkohë që përballë ka gjithë shoqërinë shqiptare, përballë ka diasporën shqiptare, përballë ka opinionin publik evropian dhe botëror, i cili u sensibilizua nga protesta shumë ditore tashmë në Tiranë, që solli në vëmendjen e opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar një aferë korruptive si afera e Zvërnecit, që në fakt është një pikë që derdh gotën, sepse kryeministri është një kryeministër që po grabit me një pangopsi të pashpjegueshme Shqipërinë që prej tashmë 13 vjetësh. Edi Rama doli t'i fliste shqiptarëve sot dhe dizenjoi një armik me një sinqeritet të rrallë, duhet thënë, por shpesh njerëzit e trembur, njerëzit e panikosur thonë vërtetën, e vënë gishtin vërtet në plagë. Dhe Edi Rama dizenjoi sot si armik algoritmin. Thënë ndryshe rrjetet sociale. Armiku i Edi Ramës sot janë rrjetet sociale dhe më besoni që je shumë i sinqert kur e thot këtë dhe atij vërtet kjo i dhënë. Pse? Edi Rama është një politikan që karrierën e tij politike e ka ngritur duke qenë një njeri mediatik, duke manipuluar mediat. Pse? Sepse ky mori Bashkinë e Tiranës, një post që gjithmonë ka pasur shumë para, dhe ky duke pasur Bashkinë e Tiranës, lejet e ndërtimit, avantazhe tjera, shërbime që ka pasur Bashkia e Tiranës, ky ka ditur gjithmonë të manipuloj mediat shqiptare. Domethënë ky e ka sjell modelin e kapjes së të gjitha mediave, sepse Berisha, aq i llahtarshëm sa është Berisha, kur iku nga pushteti, 2 televizionet më të mëdha në Shqipëri, ose nga më të mëdha Top Channel dhe Vision Plus i kishte kundër. Ndërkohë që Edi Rama kur vjen pushtet, edhe ke klani të mërshëm i të Sandrit. Ju kujtohet, kur Sari dilte atëherë në televizor kur ishte kryetar bashkie, thoshte të falja Sandrit. Se Sandri ishte një televizion opozitar me Edi Ramën, sigurisht jo për arsye parimore, por ishte një televizion i rreshtuar në krahun tjetër, në krahun e Berishës. Ndërkohë që ky kur vjen pushtet dhe gjithkush priste që ky të hakmerrej me Sandrin e të mërshëm, ky ç'bëri? E bleu dhe Sandrin, leje ndërtimi, avantazhe, tani voni ka dhënë dhe statusin e investitorit strategjik. Pse? Sepse modeli Edi Ramës është i tillë, ai duhet i kontrollojë të gjitha mediat. Pse? Që të vjedhë rahat, që të abuzojë rahat,
dhe mediat të kontrollohen prej tij me anë të ndrifugave, me anë të veglave, ka tjera tani domethënë si është arratisur e ndrifuga në drejtim të paditur. Ky njeri është mësuar të kontrollojë opinionin publik shqiptar nëpërmjet mediave. Dhe po të shikosh në hapësirën publike shqiptare nuk është vetëm Edi Rama që urren rrjetet sociale. Janë dhe këta moderatorët e sistemit, që është njëri për shembull, njëri të premteve, njëri ky që është grek nga mami, thot jam, e kupton? Ka dhe grek nga mami, patjetër, mund të jesh. Dhe ky për rrjetet sociale me një urrëtie të egër, thot rrjetet sociale diarre, ë? Nuk është i vetmi, dhe Shreku i opinionit i urren, dhe Kyçi i urren, domethënë këta kanë qenë 4-5 moderatorë që kishin ekskluzivitetin e emisioneve politike në Shqipëri, dhe kur dikush donte të dilte dhe të fliste publikut shqiptar, do të kalonte mes këtyre. Këta sigurisht që vendimet nuk i merrnin vetëm, direktivat vijnë nga partitë politike, nga Rama, nga Berisha, po ne me që po flasim për Ramën do të fokusohemi ke Rama, sepse ai po e përsëris dhe një herë solli modelin e kapjes së të gjithë hapësirës mediatike shqiptare. Deri kur shkoi kapi dhe Sandrin, armikun e tij të tmerrshëm, për ata që se din, ky kur shkonte një herë tek emisioni i këtij grekut nga mami, në televizionin Klan nuk i hapën derën. Dhe ky nuk u fut fare në emision. Pse? Se ky greku nga mami ka një emision të vetin që ky kishte një farë autonomie në emisionin e tij, dhe kishte ftuar Edi Ramën. Si duket, ata të televizionit nuk ishin dakord dhe kryetarit bashkisë ja mbajtën derën mbyllur. Duhet të ketë qenë diku viti 2011 në Tiranë. Ndaj, se po e përsëris të, supozohej që kur Edi Rama të merrte pushtetin, do të hakmerrej ndaj Sandrit, ndërkohë që Edi Rama pse ta hakmerrej, blihej të gjithë, korruptohej të gjithë, kështu ka funksionuar. Dhe ky njeri, me anë të këtyre marionetave mediatike, ky vendoste kush del, kush flet nëpër studio, çfarë thot, çfarë censurohet, çfarë jo, dhe ka krijuar në hapësirën publike shqiptare ca studio që dhe sot e kësaj dite domethënë më shesin një teatr të shpifur, domethënë janë media që në ndryshim me mediat e botës mbar nuk shesin lajmin, por shesin heshtjen. Pse? Sepse kanë kuptuar që në modelin e Edi Ramës heshtja kushton shumë më tepër se lajmi. Domethënë ky njeri shikon tani që me anë të rrjeteve sociale ka njerëz që dalin dhe i flasin publikut dhe nëse mediat e këtij kanë një shikueshmëri X, rrjetet sociale, YouTube, domethënë platformat e hapura publike, t'japin një shikueshmëri shumë të lartë, sidomos për zërat e lirë, për zërat e pacensuruar. Pse? Sepse algoritmat çfarë bëjnë? Bëjnë atë që marrin zërin e oratorit X dhe e çojnë tek ai publik që kërkon të vërtetën. Ndërkohë që këtë të vërtet nuk e gjen nëpër televizionet shqiptare, prandaj po të shikosh edhe emisionet e tyre në YouTube, shikueshmëria ka rënë për tokë. Pse? Sepse shqiptarët e kuptojnë që është ndeshje e shitur, sepse shqiptarët nuk e hanë më këtë gjellë bajate. Ndërkohë që me anë të rrjeteve sociale, me anë të YouTube-it, shqiptarët mund të shkojnë dhe të kërkojnë ato zëra të lirë që bëjnë analizat vërteta, që japin lajmet vërteta, që janë të vërtetë tek e fundit. Fjala e cilëve nuk është e shitur, fjala e cilëve nuk ka çmim. Për shembull, këtë emision që unë do ta hedh në rrjetet e mia sociale, me siguri, nëse do të ketë fatin e episodeve të tjera që unë tashmë kam publikuar, do ta shohin 10 mijëra shqiptar. Po a mund ta bëja unë këtë në televizionet shqiptare? Jo, sepse ti nuk mund të shkosh për shembull tek Top Channel dhe të flasësh për investitorët strategjik, se aty ke lori strategjike. Por nuk mund të flasësh ti as për korrupsionin nëpër mediat shqiptare, sepse Vjollca Hoxha akuzohet për pastrim parash dhe është afër gjyqit, do shkojnë burg për pastrim parash. Nuk mund të shkosh ti ke Carlo Bolino dhe ke Mio Caro Carlo Bolino dhe të flasësh për korrupsionin mediatik. Se aty dalin mesazhet e Ballukut, vetëm një dokument ka dalë nga dosja e Ballukut dhe ka dalë pikërisht ky që ka nxjerr Balluku vetë për tu hakmarr me këtë, sepse ky doli kundër një moment, ku ajo shpjegon se si paguan televizionet shqiptare, se si çunat i paguajnë televizionet nga xhepi. Çunat, domethënë çunat e Ballukut, drejtorët e Ballukut. Dhe Edi Ramës, gjithë kjo skem tash është rrëzuar. Nuk ka më vlerë që ti të kontrollosh televizionet kur e vërteta del,
sepse del nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse del nëpërmjet YouTube-it, sepse del për fat të këtyre algoritmeve të tmerrshëm, që nuk e ruan, këta bëjnë që Edi Rama mos ta ruaj më kontrollin totalitar ndaj mediave shqiptare dhe t'u shplaj trut shqiptare me lajmet e Top Channel-it, me lajmet e Klanit, me lajmet e Vision Plusit, të 3 televizione këto me status investitori strategjik, që të kujtojnë arritjet e viteve 80, ku shqiptarët nuk ishin bukë në shtëpi, po të ndizë televizionin dhe të shikojë lajmet, të shikojë një mrekulli, njerëz të lumtur, të kënaqur, pak a shumë si Korea e Kim Jong-ut sot, për ata që janë të rinj dhe nuk e din, nuk e kanë jetuar atë kohë. Do me thënë, Edi Rama në këtë pikë sot ka qenë më se i sinqert. Ai nuk e ruan dot më kontrollin mbi mediat shqiptare, ai nuk ka më monopolin e propagandës në Shqipëri, ndaj del e flet me një urrëtie, të shikosh atë fjalimin e sotëm, është shumë interesant. Del e flet me një urrëtie të llahtarisur ndaj rrjeteve sociale, ndaj algoritmave. Armiku, ai që nxjerr të vërtetën. Dhe pastaj na flet edhe për agent të paguar nga shtetet huaja. Nga Irani thashë faktuar. Do të thënë, po ta besojmë me Edi Ramën, ne kemi agent që paguar nga fuqitë huaja, ai lot kuptohet që këto fuqitë huaja janë si Irani, armiqësore ndaj Shqipërisë, mirë, po çka kërkojnë protestuesit sot? Kërkojnë një pushtet mos jetë i korruptuar, kërkojnë më shumë drejtësi, kërkojnë më shumë transparencë, kërkojnë një shoqëri më të drejtë. Tani ne duhet besojmë që këta janë agent huaj nga Edi Rama, nga Irani dhe nga fuqitë e huaja, ndërkohë që Edi Rama, ky njeri që po e zhvat Shqipërinë me gryksinë e një njeriu të pangohur që prej 13 vjetësh është patriot. Do thënë ne duhet besojmë këtë. Sigurisht Edi Ramës po i hapet toka në këmbë, sepse e shikon që nuk ka më të ardhme, sepse e shikon që po i përmbytet skema e tij është një skemë piramidale. Pse? Ja marrim këtë problemin mediatik. Si ai ka kontrolluar mediat dhe si kjo skema e tij sot po i bëhet e pakontrollueshme, është në fakt një skemë piramidale. Atëherë kur erdhi Edi Rama në pushtet, kur kishte fillimisht pushtetin, kishte 3-4 televizione në Shqipëri, Top Channel, Klan, Vision Plus, e ku dion një tjetër, domethënë më pak të rëndësishëm, dhe ky jep leje ndërtimi, jep avantazhe, jep para, jep reklama, dhe tregu kupton që kjo punë ka para, dhe çfarë bëjnë biznesmenët? Hapin televizione. Pse? Se me një gur vrasin 2 zogj. Nga njëra anë ti ke avantazhet që merr nga Edi Rama, nga ana tjetër ti mbron bizneset e tua, se nuk janë, domethënë, kur themi bizneset, kemi parasysh një biznes i drejtë nuk ka nevojë për mbrojtje mediatike. Po bizneset e këtyre janë biznese me avantazhe pushteti etj, domethënë që të mos sulmohen, hapin në një televizion për ta përdorur për kobure mediatike. Dhe çfarë ndodh tani? Tregu vazhdon të shikon që kjo punë prap ka para dhe hapen televizione, portale parfum, sepse kuptohet që ti kur del tregu mediatik e kap diçka. Dhe sot ti ke 50 televizione, 200 emisione, zoti e di se sa portale, dhe gjitha këto bashk janë kthyer në një kuçedër të madhe mediatike që do shumë para. Mirë, po nga ana tjetër ne kemi pasur zhvillime, ne kemi pasur spakun, ne kemi bilancin e këtij të fundit, ne kemi tmerrin që ky ka shkaktuar në zyrtarët socialistë, në pushtetarët socialistë, ku firma vendoset më me frikë, ku të korruptuarit po shkojnë në burg, kur tani e kanë sigurt që nuk ka më pandëshkueshmëri. Po firmosa dhe u kape shkon në burg. Atëherë sistemi nuk i nxjerr dot më kaq para sa për të mbajtur gjithë këto media të korruptuara, si Top Channel-i, që unë kam dyshime të arsyeshme se këto media janë media që dalin me humbje dhe dorëzojnë bilance të falsifikuara. Domethënë nëse kanë punë Albin dhe Albi merr rrogë, le të themi 1000 euro për ta thjeshtuar, ta ja shkruajnë rrogën 400 euro dhe me këtë bilancin me rrogat 400 euro këta dalin gjoja aty ose me pak fitim, ndërkohë që këto kusuret që duhet paguajnë cash për pjesën e padeklaruar të pagave dalin nga paratë e korrupsionit. Mirë, po korrupsioni nuk po prodhon më aq para. Kështu që unë gjykoj që sistemi do të kolapsohet. Domethënë Edi Rama ka arritur një kuçedër e cila është bërë aq e madhe sa do të hajë sot edhe Edi Ramën edhe pushtetin e tij. Ndaj unë besoj që ne jemi afër një kolapsi të sistemit,
Nga një anë është kjo pjesa mediatike, nga ana tjetër është ndërtimi i cili financohej me pastrimin e parave, njërë me aksionet e fundit SPAK-u tani aty do të ketë probleme, sepse injektimi i parave që vijnë nga trafiku i drogës nuk do të jetë më i mundur, kështu që sektori do të ketë probleme. Nga ana tjetër ne kemi një minimumi riskun e një kolapsi politik. Kemi një deputete të Shkodrës e cila zbriti nga anija që po mbytet. Edi Rama del sot, madje kërcënoi sot, haptas deputetet e tij. Ju tha që kush mendon tha që kartat e mia nuk janë kartat e duhura, atëherë të shkoj të studioj kartat e mia atje ku në sheshin e Xhirimit. Në sheshin e Xhirimit ai ka parasysh sheshin e protestës, sepse e lidh me njerëzit që xhirojnë veten dhe i publikojnë në rrjetet sociale. Nëse ishte një kërcënim i hapur ndaj forcës tij politike, që sikur këtu të ketë në një zë që del nga rrjeshti, e flakin direkt e të shkoj atje në protest. Kemi parasysh se një lider i fortë nuk e ndjen nevojën të kërcënojë. Një njeri që është i fortë nuk kërcënon. Një njeri që është i fortë madje mban derën hapur, dali kush doj, ty kush doj. Pse? Sepse ne jemi solid këtu, ne kemi mbështetje popullore. Pushteti ynë është solid. Një njeri që ka nevojë të kërcënojë, tregon dobësi, tregon që ka frikë. Pra, për të ardhur drejt mbylljes së kësaj analize, në fakt është një analizë që mund të zgjasësh shumë, por ne do të fokusohemi vetëm ke ky fjalim dhe vetëm ke kjo pjesë e historisë e Edi Ramës, jemi pak a shumë në fundin e historisë. Unë besoj që ky edhe pas SPAK, edhe pa burg nuk ka të ardhme, sepse do t'i kolapsohet sistemi, sepse ky ka ngritur diçka, është një skem piramidale. Kjo është një skem piramidale. Ushqe mediat, rritu mediat, është piramid. Një moment saktuar do falimentoj. Është piramid. Dhe ai ka pasur dritë shkurtësin, mos e kuptoj këtë, dhe të çoj paratë shqiptarëve, paratë e korrupsionit, në skema të tilla, domethënë, në skema të tilla korruptive, që ti shikon sot, me ngjarjet që po ndodhin sot, me arrestimet e krerëve më të mëdhenj të krimit organizuar të trafiqeve, të cilat ndërtojnë kulla mes Tiranës, tek të cilat vetë Edi Rama është i përfshirë si kreu i KKRT-s, që firmos lejet e ndërtimit mbi 8 kate. Domethënë, me këto ngjarje, ti shikon televizionet shqiptare, se si nuk i shikon njeri me audiencë të abandonuar totalisht, ti kupton që këtu censura është e frikshme. Jetojmë në një shoqëri me një censurë që i afrohet diktaturave. Thjesht diktaturat e bëjnë me dhunë, ky e bën me para, ble. Pse? Sepse shet ardhmen tonë, sepse ka bërë këtë vend të pajetueshëm, sepse edhe ata patronazhistët që i quajmë ne, apo zyrtarët e partisë tij, apo antarët e partisë tij që kanë sot një vend pune, që janë brenda sistemit supës, se këtë bëjnë këta, ky ka kazanin e madh të supës, ju ndan ca tenxhere medjave, pasaj ca tenxhere tasa më të vegjël drejtorëve, pasaj ca pjata me supë deri ke punëtorët e thjesht. Po këta njerëz vërtet e kanë supën sigurt. Po shikojnë sot se me rroga specialisti, se me rroga eksperti, nga 600, nga 700 euro, ndoshta edhe më të vogla mund të jenë, në një Shqipëri ku çmimet kanë kapur çmimet e Bashkimit Evropian dhe këtu kanë parasysh çmimet e shteteve më të shtrenjta të Bashkimit Evropian, isha në Shqipëri dhe ju a them pa egzageruar se çmimet në supermarket janë të krahasueshme me çmimet në Belgjik. Në Belgjik rroga me ulët është 2000 euro, në Shqipëri rroga me ulët është 400 euro. Dhe këta njerëz nuk janë njerëz të lumtur. Domethënë ky ka vjedhur të ardhmen e shqiptarëve. Dhe ata që deri dje ndjenin veten të privilegjuar se ishin pjesë e partisë, pjesë e pushtetit, e kuptojnë që në fakt janë pjesë e një tasi supë, janë njerëz cilët po i mohojnë të ardhmen fëmijëve të tyre. Pse? Sepse po ndërtohet një shoqëri e padrejtë, sepse ky po pasuron një grusht njerëz duke u dhënë Shqipërinë dhe duke lënë mjerin pjesën tjetër. Sepse ai rrog patronazhisti mund të mjaftojë të mbash frymën gjallë, por nuk mjafton as të jetosh me dinjitet, as të ofrosh një të ardhmë për fëmijët e tu. Se shikon se shqiptarët vazhdojnë akoma të largohen, ndërkohë që sot duhet kishte ndodhur e kundërta, shqiptarët e diasporës, dhe prandaj kjo diasporë është e nevrikosur me këtë pushtet, shqiptarët e diasporës në fakt tani duhet
duhet të ndodhte ajo që ka ndodhur me Portugalinë, ajo që ka ndodhur me Poloninë, që diaspora e këtyre shteteve shkon, punon perëndim, krijon një mirëqenie, krijon një kapital, krijon një pasuri dhe pastaj kthehet në vendin e saj. Sa shqiptar njoh vetëm unë që kanë dalë, kanë punuar në Europë, në Belgjikë, në Gjermani, në Angli, kanë bërë kush 500.000 euro, kush 1 milion, kush ka blerë 2 prona, do më thonë e kanë ndryshuar situatën e tyre ekonomike, dhe do donin sot ktheheshin në Shqipëri. Po ku të kthehen? Ku të shkollojnë kalamet? Ke sistemi Edi Ramës? Ku të shkojnë vizitohen që pëse nesër smuren? Ke spitalet e Edi Ramës? Apo ke spitalet private të sistemit Edi Ramës? Dhe më thënë, ky ka krijuar një shoqëri thellësisht të padrejtë, thellësisht korruptuar. Për të jetuar mirë në Tiranë duhen më shumë para se sa për të jetuar mirë në një kryeqytet evropian si Brukseli apo si Parisi. Pse? Sepse Tirana është një vend thellësisht i korruptuar. Ti mund të jetosh mirë, por duhet paguash majtas djathtas. Domethënë, për ta përmbyllur këtë bisedë, ky njeri ka shkatëruar të ardhmen e shqiptarëve. Ky njeri ka hequr mundësinë diasporës të kthehet dhe të kontribuojë, të jetojë në Shqipëri, të kontribuojë në shoqërinë shqiptare. Dhe ky tani shikon që kalaja po i shëmbet, dhe del vërtet. Nuk del vërtet sepse është i fortë, del vërtet sepse është i trembur. Janë ditët e fundit ti, tani këto ditët mund të jenë dhe muaj, të kuptoheni, po rënja e Edi Ramës është pa kthim. Situata e Edi Ramës është e pashpresë. Edi Rama ka arritur pikën e moskthimit. Të e kanë kuptuar dhe ata që i rrinë rrotull, po shikoje sot grupin parlamentar, kur her pas here kamera i fokusonte, dukeshin si njerëz që ishin një vaki, si njerëz që e kuptojnë çka ky po thot, dhe kuptojnë, nuk i besojnë mas një presje, e kuptojnë që ky ka humbur çdo lloj kontrolli, por rrinë ata aty se janë këto momente tani që njerëzit nuk dinë ku të shkojnë, por le të shpresojmë që siç bëri kjo vajza nga Shkodra, kjo ndoshta nuk e ka bërë për arsye parimore, por kjo pa rëndësi ka për ne, ashtu të bëjnë dhe të tjerë, të përpiqen të zbresin nga anija që po mbyten, që pushteti i këtij të shkërmoqet. Ju falenderoj për vëmendjen, nëse gjeni 10 sekonda kohë se unë nuk kam shumë talent për t'i bërë reklam vetes, bëjeni një subscribe kanalit tim nëse kjo analizat e tjera të mia ju pëlqejnë, sepse do më ndihmonte. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.